Agrontare është paraqitur në prokurorinë e posaçme, SPAK, ku ka dhënë shpjegime në kuadër të hetimeve që po zhvillohen ndaj Belinda Ballukut, lidhur me procedura të ndryshme tenderimi. Ai ka qëndruar në ambientet e SPAK për rreth 30 minuta, duke u marrë në pyetje si person që dyshohet se ka dijeni për rrethanat e çështjes në hetim. Agrontare, i njohur edhe si vëllai i ish futbollistit të Kombëtares, Igli Tare, ka mbajtur me herët disa funksione publike, përfshirë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës dhe atë të zëvendës ministrit të punëve të jashtme. Hetimet ndaj Ballukut lidhen me dyshime për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit të Logaras, si edhe me procedurat e 7 loteve të Unazës së Madhe, për të cilat ajo rezulton gjithashtu nën hetim, së bashku me 3 tender të tjerë të dyshuar. Çështja vijon të jetë në hetim nga SPAK, ndërsa pritet që dëshmitë e dhëna të shërbejnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të procedurave në fjalë.